Ty të ka bërë doktori, për plasen shkurta dhe dolçe, kjo e fundit. Po me lekët e mia. Në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova situata është bërë gjithnjë më e tensionuar. Ndërsa përplasjet mes banorëve po marrin për masa më të mëdha. Së fundmi, një debat i ashpër është zhvilluar mes dolçes dhe shkurtës, ku fjalët e forta dhe ironia nuk kanë munguar. Gjatë bisedës së tensionuar, Dolçe i drejtohet shkurtës me tone të larta duke i thënë: "I ka ndej me ata sy se na merr edhe më sysh." Kjo deklaratë u pasua me njëherë nga reagimi i shkurtës, e cila ju përgjigj: "Po çfarë më syshi moj, për çka? Ty të ka bërë doktori." Debati u përshkallëzua edhe më tej kur Dolçe ja ktheu: "Po me lekët e mia, çfarë halli ke ti? A do ndonjë lek?" Në këtë moment, dikush dëgjohej duke ju drejtuar shkurtës me ironi si feministe, një cilësim që ajo refuzoi ta pranonte. Nga ana tjetër, Dolçe vazhdoi me një tjetër koment të fortë, duke e quajtur shkurtën aktiviste e dështuar. Kjo përplasje ka sjellë reagime të shumta edhe nga banorët e tjerë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.